Profesori Petruzhi thot që fjala në shqip kuptoj, pra vjen nga kup, që do të thot kap. Çfarë kap ti që të kuptosh? Ti kap diçka që të kuptosh. Hynia e Zotit quhet i gjithdituri. Dhe kur ti kap një pjesë të ti, si me thënë të diturisë të ti, ti fillon të kuptosh. Sigurisht se s'mund ta kapësh infinitin sepse ti je limituar. Truri sa ai sa kupton është limituar. Ti je ajo gjë që ti percepton. Cep, prap kap. Dhe sigurisht italianët e kanë marrë nga neve capire, capisco. Është kjo rënja kap, gjithashtu dhe në disa gjuhë të tjera. Kjo rënja kap është shumë e fuqishme dhe e lashtë. Ajo që është shumë e veçantë në fakt tek detyria vedike, guruin Prashant Trivedi thot një gjë shumë bukur që kap quhet gjithë bota jonë, CUP ose gota. Kur ti kap një pjesë të saj, e vendos te dora dhe aq more. Si lypsit? More pra kupton, aq kupton. Atë që ti jep Zoti sigurisht, atë që ti e meriton. Ne kuptojmë aq sa meritojmë, ne marrim aq sa meritojmë. Ne perceptojmë aq sa meritojmë. Gjithashtu kemi edhe një aforizëm të famshëm të profesorit Petruzhi që thot shqisat shqyesat. Domethënë që ti të shqisat e tua kur marrë një informacion, ato do marrë një informacion nga e tëra, nga gjërat që shikojnë, e merr dhe shqyen. Që ti të kuptosh. Domethënë edhe kap, sigurisht kur ti kap nga e gjëra që ke rreth për qark. Nga e tëra do kapësh një pjesë, thuash, pra një cep që do thot perceptim. Sa bukur i ka shqipja të gjitha këto. Dhe kur neve marrim një informacion, pra neve e shqyem, shqisat shqyen, dhe në trurin ton informacionet ca gjëra do t'i hedhin në plera, këto gjëra janë të vërteta ose këto janë të vërteta. Në ditët e sotme në fakt njerëzit marrin informacione dhe nuk i shqyen dot sepse nuk kanë inteligjencë të duhur. Dhe për këtë vuajnë, marrin informacion dhe i duken çdo gjë e vërtetë, edhe gënjeshtrat i duken të vërteta, edhe pastaj sigurisht vuajnë, sepse presin nga gjëra që nuk janë reale, hyn në botën e iluzionit, që shkakton vuajtje, madje dhe depresion dhe gjendje psikologjike të rënduar për ata që nuk shqyen mjaftueshëm. Sigurisht për të forcuar diskriminimin tënd dhe inteligjencën tënde shërben qëndrëzimi i trupit, që merr mund tek meditimi lotusoshëm. Kur ti qëndrëzon trupin, mendja jote balancohet dhe je aftë të shqyesh, pra të kapësh atë që të duhet ty për të mirën tënde.